Kronika e realizuar nga televizioni Art, lidhur me gjendjen shëndetësore të djalit 9 vjeçar Flamurit, përndryshe djalit të dëshmorit të lirisë Raim Samiut, komandant Zogut, dhe peripecitë e nënës së tij për të gjetur shërim, kanë ngjallur reagime të shumta në mesin e shqiptarëve këtu në Kosovë, por edhe në diasporë. Fatmirësisht reagimet janë pozitive dhe siç e kemi zakon në shqiptarët dhe që humanitetin e kemi të mbjellur në zemër, janë paraqitur shumë qytetarë shqiptar pa marrë parasysh vendqëndrimin për të ndihmuar këtë familje dhe Flamuri 9 vjeçar t'i kthehet shkollës dhe moshatarëve të tij. Ndryshe këtë kronik e kanë transmetuar gati të gjitha portalet shqiptare në internet, shumë agjenci lajmesh në Maqedoni e Kosovë, ku edhe këta kanë luajtur një rol mjaft të madh në sensibilizimin e opinionit. Kronika e postuar në kanalin YouTube dhe në rrjetet sociale për 2 ditë tashmë ka arritur mbi 5.000 klikime, që o të thotë se kronika në fjalë ka depërtuar në zemrat dhe ka emocionuar çdo familje shqiptare. Televizioni Art falenderon të gjithë ata që kanë ndihmuar këtë familje dhe të gjithë të tjerë që kanë shprehur gatishmëri për ta ndihmuar në mënyra të ndryshme. Çdo ditë në televizionin Art kemi me qindra mesazhe dhe paraqitje telefonike të mërgjimtarëve dhe qytetarëve të tjerë që interesohen për të ndihmuar familjen e dëshmorit të lirisë komandant Zogut. Kjo familje tashmë ka bërë publike numrin e xhirollogarisë në Raiffeisenbank në Kosovë dhe po bën përpjekje që të hapë edhe një të tillë në Maqedoni. Bashkëshortja e dëshmorit të lirisë, Lulieta, gjithashtu falenderon të gjithë ata që kanë kontribuar dhe që do të kontribuojnë në shërimin e djalit të saj. Televizioni Art këtë detyrë ka kuptuar si të shenjtë, aq më tepër kur bëhet fjalë për familje dëshmorësh. Ne me të gjithë kapacitetin që e kemi, këtë aksion humanitar do ta përkrajmë dhe do ta çojmë deri në fund, derisa të gjendet një zgjidhje për shërimin e këtij djaloshi, i cili momentalisht ende gjendet në klinikat e Shkupit duke luftuar me sëmundjen.